isha shumë i ndinjuar me çka ka ndodhur, për arsye që nuk ka pas as leje, as koordinim me askënd, as prej drejtorisë, domethënë as me kabinetin tim. Prandaj ne kemi vendosur me ndërmarr masa të menjëhershme. Kam diskutuar menjëherë me drejtorin, me Samirin, edhe kemi ndërmarr masa të menjëhershme. Pra, kushdo që e ka mundsu një gjë të tillë pa marrë leje, pa koordinim, normal që do të ketë edhe veprime të ndëshkuese ndaj tyre. Pra është faktikisht, po them, jam tet i ndihmuar me atë çka ka ndodhur, nuk duhet ajo me ndodh kurrë në institucionet tona në kryeqytet e askund tjetër. Pra pa marrëveshje ose pa një leje prej drejtorisë të arsimit apo të kabinetit. Këtë po ja lo ashtu edhe drejtorit të arsimit, po edhe proceseve që janë ligjore, mirë po ju siguroj që gjërat të tilla janë të palejuara, nuk lejohen në kryeqytet, sidomos po them gjërat të cilat e kanë një sensitivitet të lartë, edhe si e tillë po them kemi ndërmarrë masa të menjëhershme nëpërmjet drejtorisë të arsimit në bazë të ligjeve në fuqi. Sot që po flasim tash me ju, vetë se kemi një ekip të drejtorisë të arsimit që ka shkuar në shkollë dhe aktualisht është duke marrë informata të plota, duke parë dokumentacionin dhe gjithçka tjetër që ka quar të një aktivitet i tillë, pa lejen dhe siç e tha dhe kryetari, pa njoftimin e drejtorisë apo kabinetit. Në bazë të proces verbali që do të nxjerrim sot më së largu të hënën nga ky ekip, ne do të marrim edhe masat konform procedurave dhe ligjit që ne kemi në fuqi. Normalisht diçka që e cënon do të thotë integritetin e fëmijëve tonë, na jemi kundër edhe ne. Besoj që është dashur me qenë koordinim me drejtorinë e arsimit, po edhe e njoftuar edhe këshilli drejtuesi i shkollës që mendoj që e kanë marrë këtë vendim. Ne kërkojmë nga drejtoria e arsimit, nga drejtorët në përgjithësi që organizata të tilla të cilat vijnë me ligjëruar forma të ndryshme, ligjërime të ndryshme, të kemë kujdes edhe drejtarët, edhe shkollat, edhe drejtoria e arsimit, të kemë kujdes se çka po i ofrojnë fëmijëve tonë.